Zukali, duke qenë se ju jetoni prej vitesh, pra në Turqi e njihni më mirë se çdo njeri politikën turke. Atë që nuk e bëri dot Ahmet Çavuşoglu, pra ishte ministri i jashtëm. Atë që nuk e bëri dot le të themi Abdullah Gül, ish presidenti, apo Ali Babaxhan, ka mbajtur postin që krijuan atë fraksionin. Duket sikur po e bën Imamoglu, pra një opozitar i drejt për drejt dhe le të themi një opozitar i rrezikshëm për pushtetin e Erdogan? Unë kam lindur në Turqi edhe situatën politike shumë mirë e kontrolloj e ndjek. Vërtet, edhe ata ishin udhëtarë i Erdoganit me Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ose Ali Babaxhan dhe me nivel të lartë ishin. Vetëm pas kësaj mendoj kjo koha po fryn për Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu ka shumë mbështetje. Vetëm po të marrë një burgim me disa muajshe, pa 6 muaj më tepër, atëre do të ketë një kandidat tjetër, atë po e presim, edhe Partia Popullore Republikante të nxjerrë një kandidat tjetër për zgjedhjet e presidencisë. Mendoj për këtë moment kështu një gjë nuk do bëhet, edhe për disa javë ose disa muaj zoti Ekrem İmamoğlu të dalë nga burgu. Ndërkohë, nga ana tjetër, Zukali, dhe sot pasdite pritet ketë sërish protesta në Stamboll dhe në disa qytete të Turqisë? Patjetër, po pritet sepse Universiteti Stambollit ose Universiteti më i madh të Ankaras o tyja edhe disa universitetet gatigjimtanës së Turqisë janë koordinuar me shumicë, po bëjnë protesto, edhe ata që do dalin pas punës, edhe ata do t'japin një mbështetje këtyre personat. Vetëm një gjë interesant, por protestat po bëhen shumë në rregullta, sepse protestuesët nuk kanë përdorur as molotov, as gaz, as gjë. Vetëm disa vende, policia ballë për ballë kur ka mbetur me protestuesit, atëre ka përdorur gaz djegsve ose me ujëra nga tomas, nga tankuet, për protestuesit që të largohen nga ajo zona. Vetëm një gjë e rëndësishme për këtë moment nuk ka, ose një të vrarur ose të lënduar, asnjë person nuk ka për këtë moment. Ndërkohë, po në sheshin Taksim, që njihet si le të themi sheshi i protestave të 2013-s, ka pasur protesta apo? Unë shumë interesant me një grup që kishin ardhur nga tigjitanës e Evropës, 4 ditë ishin në sheshin Taksim, dje i përsorat në Turqi, në jashtë Turqisë. Ishte ndaluar udhëtimi i metros, edhe sheshi Taksimit komplet ishte rretulluar me një ato hekurat, asnjë njeri nuk të kalonte. Vetëm nga ana atyre hekurat kalon një në Xhadan Istiklal, në Beyoğlu në Pera, ose nga Dolmabaqi, ose nga zonat të gjithë Stambollit. Nuk ishte një protestues, sepse sheshi Taksim është zemra e Stambollit. Nuk duan të dalin protestuesët në atë vend, sepse ka një shembull 2013-ën, edhe ajo atje një muaj, disa muaj kishte vazhduar. Për këtë moment, unë kyshë mendoj, kjo situata që ka ardhur, na ka blokuar edhe na ka lënduar shumë ekonominë. Është dobësuar, sepse euroja ose dollari shumë është lartësuar, bursa shumë është ulur, ka humbur edhe disa herë me programet automatike janë blokuar që mos të ulet më shumë, edhe banka shtetërore po japin mbështetje, shesin afërsisht të premten $25 miliardë që mos të lartësohet dëvizi, edhe këto për nesër pas nesër totalin për para popullsit turke me inflacion edhe me ngritjet e çmimeve, edhe këto vërtet të jetë një problem i madh.